Zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit po afrohen me ritëm të shpejt, por buxheti tyre mbetet ende larg. Edhe pse qeveria në detyrë insiston që kjo datë duhet të jetë dita e votimit, deri tani nuk ka ndarë asnjë cent për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga KQZ-ja kanë konfirmuar se kërkesa zyrtare drejtuar qeverisë ka qenë në vlerën 19,5 milion euro, por nga ekzekutivi nuk ka ardhur ende asnjë përgjigje formale. Ministri në detyrë i financave Kuran Murati disa ditë më parë pati deklaruar se do të gjejnë disi buxhetin, por nga ajo konferencë e deri më sot nuk ka asnjë sinjal konkret. Ndërkohë fati i parë kritik është vetëm pak ditë larg. Me 12 dhjetor duhet të nisë votimi me post për qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës, por mbetet e paqartë nëse KQZ-ja do të ketë mundësi ta realizojë këtë proces pa buxhetin e nevojshëm. Institucioni zgjedhor paralajmëron se çdo vonesë në sigurimin e fondeve rrezikon mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe mund të ndikojë drejt për drejt në organizimin e ditës së votimit. Derisa zgjedhjet janë afër dhe buxheti ende.